Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sa dyer ka xheneti dhe sa ka xhehenemi? 8 dyer ka xheneti, 7 ka xhehenemi. Cili është agjërimi më i mirë? Agjërimi i profetit të Zotit Daudit alayhis salam. Agjeronte një ditë po dhe një ditë jo. Si është lutja që thuhet kur dalim nga shtëpia? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Cili është ajeti më madhështor në Kur'an? Ajeti Kursi. Cila sure quhet mbrojtësia nga dënimi i varrit? Surja El-Mulk. Në cilën sure gjendet historia e banorëve të shpellës? Në surën El-Kahf. Kush janë 4 halifët e drejtë? Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre dhe prej gjithë shokëve të profetit alayhis salam. Cila është gjëja e parë për të cilën do t'japë llogari njeriu në ditën e gjykimit? Namazi. Cila është grada më e lartë në xhenet? El-Wasila, të cilën do ta ketë profeti ynë Muhamedi alayhis salam. Kush do jetë më pranë profetit Muhammed alayhis salam në ditën e gjykimit? Njeriu që ka moralin më të mirë. Cili është sahabi që përmendet me emër në Kur'an? Zeidi. Cila sure përmend më shumë emrat e Allahut? Surja El-Hashr. Si quheshin djemtë e profetit Muhammed alayhis salam? El-Qasim, Abdullahu dhe Ibrahimi. Çfarë është tejmumi? Tejmumi, pra zëvendëson abdesin kur nevojitet marrësh kur të falësh namazin dhe merret në pamundësi të përdorimit të ujit ose në mungesë të ujit. Zoti të shpërbleft hoxh. Amin gjithve.